Jemi rikthy kështu me rubrikën e dytë në studio dhe si çdo herë është rubrika e fëmijëve ku mundohemi që të kalojmë përmes imagjinatës tyre edhe po ashtu të prezantojmë talente ndryshme përmes emisionit Ëmël. Bashkë me mua sot në studio është Lea Zejnullahu, Lea e cila ka pasion muzikën, mirë po do të flasim për shumë çka tjetër. Lea, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë se u gjeta. Fillimisht më tregoj çush po kalon këto ditë, është dhjetori, koha e festave, gati me përfundu edhe gjysmëvjetori parë në shkollë. Qysh janë ditët tua? Shumë mirë, edhe me thënë drejtën pak edhe gëzume që janë të ardhur festat e fundvitit, për shkak se është festa ime e pëlqyer edhe në shkollë mirë në të gjitha aktivitetet e tjera. Pse janë këto festat e tua të preferume? Jep fonse e sezonit dimrit apo qysh? Pëlqen edhe vera, po dimrin pëlqen për shkak se janë festat bukura me dëbor e të tjera. Po. Lea, fillimisht para se të nisim edhe të flasim për ty, për pasionin edhe gjithë shka tjetër, kisha pas qef me bo një prezantim të shkurt se kush është Lea, sa vjeçare është, në cilën shkollë është, çka e pëlqen, cili është pasioni i saj? Unë jam Lea Zejnullahu, jam këngëtare që kam filluar nga mosha 6 vjeçare, kur kam qenë në Kopsht. Pastaj kam filluar me aktivitetet të tjera në piano dhe duke ushtruar sa më shumë në muzikë. The ke nis shumë e re që në Kopsht me u marrë me muzikën. Qysh nisi gjithë shka? Kush e zbuloi që Lea ka talent me muzikën? Më ka zbuluar mësuesja ime, Dafina Smajli, e cila në Kopsht kam qenë e vogël edhe duke kënduar me fëmijët e tjerë më ka zbuluar talentin dhe pastaj kam filluar me këngët e mia që tani janë edhe në YouTube. Po, e mban mend fillimet e tua qysh kanë qenë? Sa kanë qenë emocionuese për ty? Të e pas parasysh që ke qenë edhe shumë e re edhe sigurisht që aq e re me ngjit skenat ndryshme, me pa publik, me këndu, duhet me pas gëgja, vetë besim kështu. Po, fillimet e mia të para kanë qenë pak edhe, si me thonë, stresume, për shkak se vogël edhe nuk e disha se çfarë mendojnë publiku kur dal në skenë ose diçka tjetër, po mirë, ka vazhdu çdo gjë. Cila ka qenë kënga jote e parë? Vllau im. Një këngë për vllaun, ka qenë kërkesë e jotja apo e ka shkruar dikush për ty edhe ta ka propozu apo qysh ka nis gjithçka me këngën e parë? Propozimi ka qenë ime për shkak se vllau është heroi im që e kam cek edhe në këngë, edhe pastaj ma ka shkruar Dafina Smajli këngën, edhe unë e kam kënduar. Po. Kur flasim për ngjitjet e para tua në skenë, qysh kanë qenë? Ku kanë qenë koncertet e para? Qysh ka qenë krejt kjo eksperiencë për ty? Festivali i parë edhe i këngës së parë ka qenë Lyra Fest në Gjilan, kurse tashmë më i fundit ka qenë Rising Star, ku ka marrë një çmim special që ka qenë për vende ndërkombëtare me shtete të ndryshme, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Pra, kryesisht ke marrë pjesë në koncerte brenda vendit, po që njëkohësisht ka pas edhe kësi çmime ndërkombëtare që përmende edhe ti. Ka pas, do me thënë, shtete të ndryshme, ku secili ka marrë mendimet e veta për secilin konkurrent, edhe unë ka marrë, do me thënë, çmimin special. Me çfarë këngë ke prezantuar në atë koncert? Nuk jam prezantuar me këngën time, po me një këngë anglisht nga Adele, All I Ask. A kishim pas mundësi me këndu pak diçka në studio që me dëgju edhe talentin tonë dhe me relaksu pak edhe bisedën? Nuk po të kërkoj një këngë, cilën do që ti nihesh më rahat me këndu gjatë kësaj kohe. Okej, po e këndoj këngën time të fundit, Pa dashje. Refrenin. Pa dashje, i thyhem, të gjitha rregullat na i kemi thy, se m'parti veç ne kemi këty, pa dashje, ram në sy pa dashje, ne çdo ritëm deri në fund e kem shiu, këtë nas kem me haru. Mirë shumë. E mendojmë edhe ndonjë këngë tjetër, deri në fund kishim këndu prapë se zonin tepër të bukur. Mirë shumë. Përveç muzikës, ke pasion edhe pianon. Një pasion jute që nisi pandej në gjatë rrugtimit tonë të u marrë me muzikë. Pse pikërisht këtë instrument? Nuk e di. Ka fillu prej kur kam qenë të ushtru
muzikën edhe mësusja ime Dafina Asmali duke ma ushtruar zonin, ajo edhe më përcjellte me piano, pastaj pse ju kam filluar edhe me piano dhe po e gjithë shka mirë. Qysh ka qenë fillim? Ka qenë e vështirë si instrument me mësu, me ditë, ndoshta me nota dhe me gjithë shka tjetër në mënyrë profesionale, me lujt edhe me u paraqit para të tjerëve, apo ka qenë e thjeshtë për ty të pas parasysh që vetë se ke pas vesh për muzikë? Në fillimet e para ka qenë pak e vështirë sepse ka qenë fillime, po veprat kanë qenë të lehta, tash jam në klasë të 5 në në piano edhe veprat kanë shku të u vështërsu, po është mirë gjithçka. Sa po ja arrin me ja dal me krejto angazhime në moshë kaq të re me muzikën, me pianon, me koncertet, me festivalin, dhe njëkohësisht edhe me shkollën? Mirë, pak edhe angazhume si shumë, po vetëm me punë arrije suksesin. Po. Kur ke nisë me muzikën, ke qenë e para në familje, apo ka qenë edhe dikush tjetër që ka këndu? E ke të trashëguar talentin, apo ti ke nisë fillimesh këtë rrugtim në familjen tënde? Kam qenë e para në familje, nuk kam pas asnjë trashëgim, karje prej meje. Edhe që shepretën familjarët, sa kanë qenë për krahas tu në këtë aspektin e muzikës, sidomos në atë moshë aq të re, me i shtu pak siklet vetës, ndoshta pak më shumë, përveç mësimeve? Me që kam qenë e para, gjithmonë familjarët të më thojnë muzikantja jonë, këngëtarja jonë, edhe jam e vetë një të më. Cilet janë raportet të tua me familjarët? Kam raporte shumë të mira dhe të ngushta edhe i dushëm. Po besoj ata janë për kraja më e madhe, edhe ata që ju gëzohen më shumë t'i krejtë sukseseve tua në për koncerte, në për festival, në për paraqitje tua? Po, gjithmonë, i kam afër vetës. Ndonjë pasion tjetër ose talent tjetër Lea a ke? Apo je fokusu më shumë te pjesa e artit, te pjesa e muzikës? Marr pjesë edhe në kurse të anglishtës, edhe në sport pak, në handball, përfshina gati në gjitha aktivitetet. Me sportin, pra, e ki të preferum handballin. Ushtran handball, je pjesë e garave apo qysh? Po, tash besoj që kam marrë edhe pjesë në ndonjë aktivitet të handballit, që e ka organizu shkolla, edhe mirë, edhe handballi është një sport i mirë për shëndetin. Po, qysh, pse pikresht edhe me sport? Me art edhe me sport? Dy fusha kështu të ndryshme, po pse zgjodhe me u marrë me sport, më saktë me handball? Kam qef gjithmonë që t'jem edhe shëndeshme me trupin, edhe t'kem pak edhe relax nga gjanat e tjera, më mirë edhe me sport. Pra relaxin e ke gjetë më shumë të në sport, a? Po. Mirë shumë. Përveç kësaj përmende gjuhën angleze, kurset, quizet e ndryshme që merr pjesë, të pëlqen gjuha angleze, të pëlqen me mësu gjuhë të huaja, e ke pasion kështu? Po, prej krejt gjuhëve më shumë më pëlqen anglishtja, për shkak se është edhe gjuhë që e përdori shumë, edhe më ndihmon për gjitha gjërat. Mirë shumë. Përveç kësaj, qysh është një ditë e jotja zakonisht? Çka bën brenda një ditës, Lea? Me çka merret, me çfarë aktivitete? Merrna me ushtrimin e pianos në shtëpi, po shpesh herë edhe dal për të ecur në parkun e Gërmis, për shkak se edhe ajo është një aktivitet shumë i mirë edhe praktikoj shumë shpesh. Mirë shumë. Unë i kam edhe disa pyetje tjera, Lea. Janë pyetje që pak a shumë shohim se si mendon ti, që ndoshta mundemi me u fut pak thellë në imagjinatën tonë, sepse kemi dëshirë me pas se qysh kish me qenë bota nëse do ishte ashtu si që mendojnë fëmijat. Kështu që fillimisht po nisi me ato se nëse kishe me qenë presidente e vendit, e ke mendu ndonjëherë, kishe pas qef me konë ndonjë pozitë udhëhece? Nuk e kam mendu ndonjëherë, po është një pozitë e mirë, edhe kisha ndryshu shumë gjana me tribut. Çka kishe ndryshu? Çka kishe bo ndryshe nëse kishe me qenë presidente? A kish pas ndaj ligj që kishe vendos, ose qysh kish me u dok vendi sipas teje? Një gjë që e kisha ndryshu, kish qenë banesat edhe shtëpit mos me pas shumë ndërtime, për shkak se nuk është e mirë për ambientin, me pas sa më shumë parqe edhe ambiente të gjelbruara. Po, mirë shumë. Nëse do ishe kryetare e ndonjë qyteti, ose nëse do kishe mundësi me shpik një qytet prej fillimit sipas dëshirës tënde, edhe sipas shijes tënde, qysh kish me u do kaj qytet?
Si që tash edhe më herët me shumë parqe, po edhe kisha ndërmarrë që të kishte më shumë koncerte, edhe diçka me më shumë muzikore, për shkak se në vendin tonë nuk është që ka edhe shumë koncerte, edhe kjo. Pra, po më duket që je më shumë tip i kulturës, që ke qef me zhvillu kulturën më shumë, me organizu më shumë koncerte, më shumë festivale, ku njerës munden më promovu në këtë rast me talentin e tyre për artën, për një kësështë të pëlqen edhe natyra. Po. Pse kjo lidhje ka që ngusht me natyrën? Pse të pëlqen natyra? Pëlqen për shkak se është një pjesë ku njeriu mund të ketë edhe një lidhje të ngushtë me ta, edhe mund të marrim shëndet nga ajo. Po. Nëse do kishe mundësi të kishe një superfuqi, qëfar superfuqi e kishe pas, qef me pas? Do kisha pas dëshirë t'ja lexoja njerëzve mendjen. Pse? Për shkak se çdo njeri nuk e shpreh ato që mendon, edhe doja dija se çfarë mendojnë. Pra, ti po thu që njerëz të hezitojnë me shpreh ato që e mendojnë, dhe ndonjëherë nuk janë shumë real me ty, a? A kishe pas frikë që kishe me zbulu në ajsan më shumë se sa që duhet? So ndonjëherë mundemi mu lëndu nga mendimet e njerëzve. Po, për këtë rast edhe nuk është reale që mund t'i zbulojmë edhe mendimet e tjerëve, po do të kisha pas dëshirë, t'i dija. Interesante, edhe në mbase ndonjëherë kisha pas qef me pas që super fuqi edhe me pas se qka po mendoj njerëz që i kam përballë. Mirë shumë, e nëse kishe pas mundësi me shpik diçka? Do të shpikja një robot ndoshta që do të kishte më shumë marrëdhënie të mira mes njerëzve, më shumë mirë kuptime, jo keq kuptime ose diçka tjetër. Po, mirë shumë. E përmende që muzika është pasione jëtë, kështu që nëse kishe me përshkru vendin tonë, ose ndonjë vend magjik, ose diçka me një këngë, me një titull të një këngë, qysha kishe vendos emrin? Ndoshta me këngën time, e cila quhet Padashje, ku tregon që me shoqërinë mund të kënaqesh edhe mund të bësh shumë aktivitete të ndryshme që mund të relaksojnë edhe të bëjnë të ndihesh mirë. Lea, në sytë mi po dukesh një vajzë shumë e qetë, po qysh kishe me përshkru ti veten me 3 fjallë? Po besoj e angazhuar, nga njëherë edhe jo edhe shumë e qetë. Pra pas ka dhe një anë tjetër, jo shumë të qetë. Edhe e bukur. Po. Mirë shumë. Përveç kësaj, më tregoj cila është gjëja më rëndësishme në jetë sipas teje? Mendoj që është mësimi, për shkak që mësimi të bën dhe t'i hap të gjitha dyert e jetës, edhe besoj që është ajo. Cili është njeriu që të bën më të lumturën? Familja ime që nuk mund t'i ndaj asnjërin, po në përgjithësi është familja ime. Si do ishte një ditë e lumtur e jotja? Qka kishe pas qef me bojt gjatë qasë ditë që ti me thonë, kjo ka qenë njëra prej ditëve të mia më të mira? Njëra prej ditëve të mia më të mira kish me qenë me fitu një çmim shumë të madh në ndonjë festival apo koncert të madh të vendit. Shoqëria, çfarë vlere ka për ty? Shoqëria është si familje e dytë, edhe kaloj një pjesë shumë të madhe të kohës, edhe besoj që është janë shumë njerëz të mirë edhe mund të kalosh një kohë shumë të bukur me ta dhe të mbash kujtime të mira. Krijon shumë shoqëri, je shumë e shoqërueshme si ti, Lea? Po, kam shoqëni në të gjitha shkollat që shkoj edhe është një gjë shumë e mirë. Po, mirë shumë. Cilat janë planet për të ardhmen, Lea? Ku e sheh veten ndoshta pas disa viteve? Cilat janë synimet e tua për jetën? Synimet e mia janë që të bëhem një mësuese e korit, apo si e quajmë ne të solfegjos, që i mësoj muzikën të tjerëve, apo edhe mësuese e pianos. Nëse, do thotë, muzikën ti e sheh si profesion tënd, edhe në të ardhmen. Nuk ke ndonjë tjetër profesion që kishe pas qef me
me kona? Njëherë për njëherë e kam vetëm këta. Mirë shumë. Jemi krejt në fund edhe nëse do i kishe 5 minuta, po e thëm 5 minuta, mirë po ty sa do që mundesh me i pas. Para gjithë fëmijëve të botës, cila do ishte këshilla apo mesazhe që do i drejtojet e ta? Që të mësonin sa më shumë, për shkak se është, siç thash edhe më herët, çelësi i jetës, edhe të bëjnë raporte të mira me të gjithë, si me familjen apo shoqërinë, edhe të kalojnë kohë sa më të mirë me të tjerët. Edhe para se me përmbyll, a ka ndonjë këngë të regati? A jetë të planifiku diçka? Po, jam në planet e mia, besoj që së shpejti do të vijë edhe me një këngë tjetër. Ndonjë koncert gjatë këtij viti apo ka përfundu viti me koncerte, me festivale? Besoj që për festat e fund vitit në ndonjë koncert apo festival për këngën e fundit. Se ke shtu haru të thash me mëndu edhe një këngë. E mendove, a donë me këndu edhe një këngë, apo për përfundojmë me këngën tënde të parë që e këndove? Për përfundojmë me këngën. Në rregull, ja. Faleminderit shumë kënaqësi që të pata në studio. Kënaqësi edhe për mua. Shumë faleminderit. Dashur shikues, ishim bashkë me Lean, edhe zbulua më shumë për talentin e saj për muzikën, por jo vetëm, sepse Lea me shumë përgjigjet interesante na futin imagjinatën e saj, edhe pam se si do ishte jeta ose bota sipas imagjinatës së saj, shoqëria, familja edhe gjithçka tjetër. Ndërsa tani është koha që të shkojmë tek rubrika Një ditë me, dhe vetëm pas pak rikthehemi përsëri në studio.